Kemi treguar disa herë këtu në këtë emision, me zë e figurë që njerëz që nuk meritojnë marrin KMCA-pe. Po. Kempe, si e thënë ndryshe. Siç nga ato të cilët nuk ja japin, padrejtisht nuk ja japin. Okej, që e meritojnë dhe nuk u japin. Në fakt kjo histori ndodh ka dhe jashtë shtetit. Jashtë shtetit. Vende jashtë shtetit. Jashtë shtetit vëlla. Në Europën borgjeze kapitaliste. Bravo. Me këtë karrocën, këtë si quhet? Monopatin. Jo, këtë ka rrotakun me bateri. Po. Që do thotë që është paraplegjik, është i pamundur. Mendon ti. Por ato komisioni i Francës atje ja ka fut kot. Se shive çfarë bën ai në një kënd me kështu kënd lëra shapen që këto me skuter. Me Kempaj. Me Kempaj se është garrot për këtë janë. Ato e kanë kempi 2.000 euro, 3.000 euro. Bra, regjia më ndihmo pak, shive. A gapi qik. Dakord je? A je dakord? Shive se e ka mjekër në gjagje. Do t'jetë i prank, do t'jetë njoni që tallet. Ashtu, ha? Nuk mendon që e ka marrë, po ku e diu që këtë prankun ose këtë lojë... Ka shku ke komisioni kështu këtë. Qa ke... Zë mirë! Se pa bon! S'më bajnë gjunjë të... Eme, ja. Gjagji në rotë parë. Ajde, gjagji, ajde. S'me gjagji, et. Gjagji të parë, 2, 3, 4, pa friksion. Kaloj para syve me nej dukat. Prandaj, ne, mendoj unë, do mos futemi në Europë. Se do marim këto shumë... Do marim vestet e Europës. Shikoni këto. E do kemi pensionet e Europës, e do kemi kushtet e spitalet e Europës, e pastaj ku të mbytemi. E ujnë e Europës, e dritat e Europës. Pa kaluar vishpa, nuk vjen pranvera. Pa tjetër. E do na dënojnë të kemi ato parqe, ato pyje, ato muzera, ato gjëra, dhe çdo bëjmë pastaj. Jemi mirë. Ato lumen të gulluar, e kujtu në gërgje, prinja, e baja, e tjerë.